Përshëndetje të dashur miq të emisionit Personazhe në Fokus. Kjo shtunë na sjell një personazh tepër të veçantë, një mjeke që sot punon në qytetin e Lushnjës, një mjeke që është nga shteti i ri i Kosovës. Me mua sot në emisionin Personazhe në Fokus do të kemi kënaqësinë të sjellim profilin frymëzues, mjekja interno-kardiografe Fatmira Rexhepi. E lindur në Plenic, 7 km nga Gjilani, ajo ka ndjekur rrugën e mjekësisë me përkushtim të jashtëzakonshëm në Gjilan dhe në Prishtinë, deri në qytetin italian Milano, ku përfundoi specializimin në kardiografi. Prej 8 vitesh jeton dhe punon në Lushnjë, duke bërë një emër të besuar për pacientët dhe komunitetin. Një grua, një nën, një profesioniste e palodhur që ushtron profesionin e saj pikërisht në qytetin e Lushnjës. Emisioni Personazhe sot sjell një myje shumë të bukur, mjekësinë, qytetarët, problemet kardiake, që sot është një shqetësim global, pasi shpesh moshat e reja apo moshat të ndryshme preken nga ky problem. Doktoresha, faleminderit që ju jeni pjesë emisionit Personazhe në Fokus për të qenë e lirshme për të diskutuar bashkë për të gjithë ata që shikojnë dhe ndjekin emisionin Personazhe në Fokus. Faleminderit edhe juve për kohën. Ju falenderoj që më keni zgjedhur mua të jem pjesë e emisionit tuaj. Është kënaqësi edhe imja shumë e veçantë të jem pjesë e emisionit tuaj dhe përmes këtij emisioni ti artikuloj dëshirat, kërkesat dhe rrugtimin tim deri në këtë stad. Dhe ne të falenderojmë në emrin e emisionit tonë dhe shpeshherë ti ke qenë pjesë e shumë intervistave të shkurtra që ke dhënë për problematikat kardiake që sot janë një shqetësim global, por para se të kalojmë te pyetjet një nga një, unë do të doja një parathënie të pjesës dhe jetës tënde, si shikoni Shqipërinë dhe Kosovën? Realisht me thonë, në kohën kur isha në Kosovë, mendoja ndryshe. Shqiptarët e Kosovës kanë vuajtur shumë. Kanë vuajtur atë shumë sa që Shqipërinë e kanë pas në zemër, në shpirt, në palc dhe çdo kohë. Edhe pse kemi qenë në okupim shqiptarët e Kosovës, atëherë kur Serbia ishte me gjitha forcat e veta, nuk bëhej darsën në Kosovë ku flamuri kuqezi nuk valonte. Përkundër problematikave që kishin shtetërore. Qytetarët e Kosovës vetëm për një fjalë Shqipëri ose Enver kanë marrë vite të tëra burgim vetëm për shkak se e kanë përmendur. Kanë pas një dashuri të pakuptueshme, një dashuri shumë të madhe, një dashuri që është normale ta ketë dikush që është shqiptar. Unë këtu nuk e kam gjetur atë dashuri që e kanë kosovarët për juve. Ne jemi një. Nuk diskutohet, kombi është komb, jemi shqiptar, po ndoshta edhe vujtjet na kanë bërë pak më ndryshe. Pikërisht emisioni Personazhe në Fokus përzgjodhëm mjeken kardiologe, pasi në Shqipëri ka shumë mjek nga Kosova që punojnë në institucionet e mjekësisë. Duke filluar nga Tirana, Shkodra dhe çdo vend tjetër. Dhe biseda jonë do jetë shumë e lirshme, do jetë bardhëzi. Ashtu si çdo emision tjetër që ne kemi çdo të shtunë për t'ia dhënë audiencës dhe të gjithë atyre që na ndjekin në këtë emision. Zonja Fatmira, si kujtoni fëmijërinë tuaj në Prelnic, në fshatin ku ju keni lindur, dhe çfarë ndikoi që të zgjidhni rrugën e mjekësisë? A e keni pasur në moshë të vogël apo thjesht ju e morët në një moshë pak më të rritur? Realisht me thonë, unë rrjedhi nga një familje ku kemi qenë gjitha vajza. Unë kom qenë vajza e 6 në familje. Rrjedhi nga një familje që realisht mund të them ka qenë familje shumë e nderuar. Në atë kohë gjyshi ime ka pasur një djalë me fakultet. Gjagja im ka qenë me fakultetin e gjuhës dhe letërsisë shqipe, ka qenë profesor i gjuhës shqipe. Babai im ka qenë një njeri shumë i nderuar dhe i respektuar, por fatkeqësisht ka qenë mas 4 vajzave djali i dytë dhe është dashur të jetë krah i babait dhe s'ka pas mundësi të vazhdoj studimet ose shkollimin e më tutjeshëm. Por unë rrjedhi nga një
fshat i cili është për lakmi në qytetin e Gjilanit, qytetin prej nga edhe unë vi. Mësuesit e parë kanë dalë prej Parlepnicës. Do thotë shkalla e fillimit të arsimimit, stadët e para kanë dalë nga njerëzit pikërisht të Parlepnicës. Kanë qenë edhe politikanë që kanë dalë nga niveli i Parlepnicës, po ajo që është me rëndësi, Parlepnica dallohet dhe gati gjithë Gjilani, kur ti thuash që unë jam nga Parlepnica, e dim ne prej nga vjen aty. Është karakteristik se Parlepnica i ka dy gjëra. Niveli i shkollimit është shumë i lartë, çdo shtëpi e ka spaku një të shkolluar, po ndodh që tjetë edhe gjithë familja, dhe e dyta në bazë të dhënave që unë, sepse kam qenë edhe në Këshillin për pajtimin e gjaqeve, dikund 140 vite në Parlepnicë nuk ka ndodhur asnjë vrasje mes vete. Do thotë, përveç nivelit shkallës lartë të arsimimit, edhe raportet ndërnjerëzore kanë qenë aq të mira, sa që them që jam rritur në një ambient të konsoliduar. Ndoshta kjo fëmijëria juaj nga kjo lloj angazhimi apo një lloj vendi ku ju keni jetuar, ka qenë njerëzit arsimuar dhe ju keni marrë atë rrugën e arsimimit? Realisht, shikon dhe si kujton të fëmijin? Realisht me thonë, unë kom pas fatin që edhe nëna ime ka rrjedhur nga një familje aristokrate, gjyshi im ka qenë kryetar komune, si që thonë ju kryetar bashkie, dhe ka qenë ndër njerëzit më të pasur të rajonit, dhe në atë kohë gjyshi imi ka pas 2 fëmijë me fakultet. Daja im ka qenë gazetari i parë i rilindjes, gazetari i parë shqiptar, dhe daja tjetër fatkeqësisht që ka që një brez gjithë keni ardhur të gjithë të arsimuar. Po. Madje në familjen tonë, në familjen e ngushtë, do të thotë vëllezërit dhe motrat e babait tim, jemi 7 mjek dhe 12 infermier. E pasi të zaptuar mjekësinë. Po arsyeja pyetjet që ma bën pse unë e mora mjekësinë. Unë e kam pasur mjekësinë që nga fëmijëria, si i dol. Arsyeja ka qenë pikërisht motra ime, e ndjera. Mje keq që sot nuk është gjallë, sepse kjo është promotore e krejt jetës time, krejt çfarë jam, çfarë kam rrinë në jetën time, kjo më ka ndihmuar, kjo më ka suportuar, dhe realisht të them i përulem, por fatkeqësisht e pati jetën kështu, vdiq nga një smundje shumë e rëndë, por kjo motra ime kishte lindur me një problem të lindur të veshkave, dhe në atë kohë kur unë isha fëmijë, kishte nevojë shumë për ndihmë. Kjo bëri të ju që të merrni rrugën e mjekësisë? Kjo bëri ajo shkaku kryesor. Është safetja motra ime e dyta. Gjithçka shka jam fal motrës time. Kjo kishte nevojë shumë për ndihmë shëndetësore, kishte nevojë shpesh që infermierët vinin dhe në shtëpi të jepnin infuzione, injeksione, dhe nganjëherë ata dhe nuk vinin. Dhe kjo mua më shtyri që unë të vazhdoj të vazhdoj shkollimin e mesëm profesional të mjekësisë, dhe më besoni që unë kam filluar të jap injeksione që në vitin e parë, vetëm që t'i dalë ndihmë motrës time. Kjo ka qenë promotori kryesor. Motra ime është shkak që unë jam regjistruar në fakultetin e mjekësisë, sepse si familje me 5 vajza ka qenë pak problematike, për arsye se kanë ekzistuar edhe këto mendime pse vajzat shkojnë në studime, pse kështu. Kjo është nalë, motra ime është nalë, ka diskutu me babain tim, babai im ka desh edhe këtë ta qoj në studime, ka qunë në Zagreb në studime, por gjendja shëndetësore nuk ja ka lejuar, e ka quar atje për të studiuar logopedin, se Kosova atë nuk kishte logoped dhe s'kishte fakultet të logopedis, mirë po me qenë se ajo ka qenë për të gjitha klinikat e ish Jugosllavis, ka shku edhe për çështje shëndetësore. Zagrebi ka thënë ti nuk je për të vazhduar studimet, sepse gjendja shëndetësore nuk ta lejon. Kjo më ka... Ngushëllime për motrën dhe për mbështetje që të ka dhënë në ato vite që ti ke pas nevojë. Kjo më ka qenë fakultetin e mjekësisë kur unë nuk e ku ndih ku është Prishtina. Kjo ka nejt aty kur unë kam qenë në provim pranus. Motra ime ka qenë në ajo që mi ka paraqit dhe provimet. Motra ime ka qenë që gjithmoni ka shiku kur po dalin datat ti mos hub kohë unë do të shkoj. Kjo ka qenë ajo motra ime që më ka ndihmu, mi ka pru ushqimet. Ka dhënë një suport
të paparë në Të rrugën e mjekësisë. jashtëzakonshëm, realisht me thonë unë pak të s'do t'isha sot këtu ku jam, s'do t'isha ndoshta as mjeke, do të mbetesha vetëm infermierë dhe që kaq do t'ishte puna ime. Për të kaluar te pyetja e dytë. Pse vendosët të specializoheni në mjekësinë interno dhe pse të thellojeni në kardiografi? Realisht me thonë në kohën kur fillova unë mjekësinë interne, sepse sistemi i Kosovës ishte sistemi i tillë se s'pari duhet bësh mjek intern. Nuk mund të bëhesh diçka tjetër përveç mjekësisë interne. Unë pata fatin që një profesor universitetin në vitin e tretë të mjekësisë interne të bëhej ministër i shëndetësisë. Dhe unë mendoj që nëse njeriu i duhur është në vendin e duhur i din dhe problematikat. Dhe për herë të parë ai lançoi këtë sistemin që më nuk do të ketë vetëm internista, do të ndahen, do të kanalizohen edhe në pjesë të tjera, sepse ishte njeri që ishte në thelbin e problemit, i njihte problematikat. E mora mjekësinë interne dhe atëherë kisha një konkurrencë, të gjithë meshkujt konkuronin mjekësinë interne. E vetmja femën isha që dhe konsideroj që është profesion i burrave, jo profesion i femnave. Në fakt në Kosovë, unë kur e mora mjekësinë interne, kishte shumë pak interniste. Kurse kur përfundova kardiologjin, isha kardiologja e parë në region që ishte Gjilan, Ferizaj, Kamenis, isha e para. Padyshim dua të theksoj se përkundër vështërsive, përkundër gjitha këtyre gjërave, babai im, i cili ka vdekur që 10 vite, është padyshim njeriu më meritor për gjithë punën dhe angazhimin tim, për gjithë suportin që ma ka dhënë, që ndoshta nuk ka qenë e lehtë. Babai im ishte bujk, po ishte një njeri që kishte zemër shumë të madhe dhe një njeri që asnjëherë në asnjë moment nuk më ka lënë të vuajtur. Unë e kam pas suportin e tij maksimal dhe mund të them që fal tij unë i kam kaluar studimet jo me shumë vështërsi, e kom fjalën për vështërsitë ekonomike, sepse vështërsitë e studimeve patjetër janë, se unë duhet mësoja për të arritur këtë nivel. Unë e falenderoj sa t'jem gjallë për mundësinë që ma ka dhënë në krahasim me motrat e tjera që kanë qenë të shkëlqyera në mësime, po fatkeqësisht nuk e kam pas fatin të vazhdojnë studimet. Diçka fole për familjen, diçka fole për gjithë rrugtimin tënd deri tani, dhe sa sfiduese ishte rruga juaj e gjatë e specializimeve dhe që si ndikojnë në Itali në formimin tuaj profesional. Rruga faktikisht ishte e gjatë, ishte rrugë 7 vjeçe, rrugë të cilën shumicën edhe prej mjekëve t'juaj këtu nuk e kanë, sepse sistemi juv nuk lejon që t'i keni 2 specializime, kurse sistemi në Kosovë lejon. Ka qenë e mundimshme, po unë i falenderoj të gjithë edhe profesorëve të mi, edhe mentorëve të mi, që më kanë ndihmuar aq shumë që të formsohem si mjek. Ndoshta ka qenë edhe puna dhe angazhimi jemi i palodhshëm, po pa ta nuk do t'ishte e mundur. Formsimi im në Itali ka qenë në 2 dimenzionshë, ka qenë formim edhe profesional, sepse kam mujt has në patologji që ndoshta nuk i kam parë këtu fare, por edhe raportet kolegiale që i kam parë aty më kanë passionu që nuk e kam parë këtu asnjëherë. Si ka qenë eksperjenca në klinikën Don Occo në Milano dhe çfarë solli prej andej ju në praktikën tuaj që sot e keni në mënyrë të përditshme? Në fakt unë ekografin e kam mësuar edhe gjatë specializimit. Mirë po, ekografia është një farloj shkence që gjithmonë ke nevojë për riflekskim, gjithmonë ke nevojë për gjëra të reja. Për mua ishte diçka e jashtëzakonshme dhe unë për pak nuk e pata fatin se ishte një profesor pak më i moshuar që doli në pension dhe më tha po t'isha unë ende, unë do të merrja që ju të punoni këtu në këtë klinikë. Në fillim mbas tij që kalova 3 mujorin e parë, erdhi një profesor tjetër. Dhe ai nuk dëshironte as ma vazhdonte mundësinë për të qenë aty. Dhe në momentin e parë thash ma jep mundësinë, s'paku më shikoni çfarë po bëj dhe si edhe tham mas 2 javë, 3,
Tha mua më vjen keq që unë kisha mendim negativ për ty, por tani unë do ta vazhdoj dhe 6 muaj që ju t'jeni këtu. Këtu mori drejtimi jeta juaj. Për të Patjetër. kaluar të pyetjet e tjera, ne do futem pak te pjesa familjare bashkëshortare. Si ndryshoi jeta juaj pas njohjes me bashkëshortin tuaj në Durrës dhe si e ndërthurët jetën familjare me profesionin kaq të ndjeshëm? Ju keni një bashkëshort dhe 2 fëmijë sot. Dhe bashkëshorti juaj është Altin Alla. Si u lidhet, si u njohët, si krijuat me një shqiptare për një shteti për Kosovë dhe një shqiptari për Shqipëri. Realisht me thonë, po të kisha menduar më herët, do të thoja që s'do të ndodhë kjo kur. Sepse kështu kam menduar më herët. Por jo rastisht thojnë, rasti është mbreti i botës. Dhe në fakt kështu ishte. Unë jam takuar në Durrës gjatë kohës pushimeve, vija me të ndjerën motrën time, çdo herë dhe u takum rastisht aty. Dhe filloi biseda. Unë jam jam interesuar dhe dua të martohem me ty. Dhe mua pak më erdhi çudi, tash ky sot po më takon do të martohet me mua. Po si pranuat ju një shikim të parë, një gjë të direkt e kaluar? Realisht me njëherë ishte me negativitet. Kush ishte më e apasionuar mbas njëri tjetrit? Ishte Altini da jush? Altini ishte, dhe Altini më ka pritën 6 vjet për të thënë po. 6 vjet për të thënë po, sepse unë kisha shumë... Shqiptarit dhe shqiptari lushnjari, për t'i thënë shqiptari shko të dua dhe duke prit 6 vite? Ma jep tha mundësin që të tregojmë që edhe ne shqiptarët e Shqipërisë dim të duam. Ju a thatë mundësi? Ishte shumë e vështirë, sikur ta pyesni atë do ta kuptoni se sa e vështirë ishte. Do shta Altini do na shikoj dhe ne sikur ta takoj ose kur të përshëndetin do na i thoj, ore, me vërtet ju e frytëzojnë, veç edhe pak mendimin tim. Si do të bëjmë të mendimin e tij? Do ta e thuash ti mendimin e tij pastaj. Po thash, ma jep mundësinë, po ishte fat. Ai ishte këmbgulës, ajo që ishte kryesore dhe unë mendoj që çdo njeri edhe në profesion edhe kështu kur është këmbgulës edhe ja arrin qëllimit. Unë në hartën time nuk e kisha lush një fare, po ta them të drejtën. Se një fare lush? Nuk di as kisha si dhe për mizëqare. Dhe ishte për mua shumë e vështirë, sepse ne kështu babai më kishte mësuar që duhet ta dim nga rrjedh, çfarë familje ka, çfarë ku ta dija unë çfarë familje nga rrjedh te ky. Më tha jetoj në Itali dhe për mua ishte dhe më keq që jeton në Itali. Për shka ka shkuar, si ka shkuar, qa bën kë atje. Mirë po me gjithate me kalimin... Si zbuloj Fatmira të lloj metode që ai si ka shkuar, si ka ardhur me qa mere? Po me kalimin e kohës, nguljen e tij, vinte shumë, sa herë që vinte, nuk vinte shumë shpesh, sa vinte 2 herë në brenda vitit. Ishte krejt normale, sepse jetonte në një vend tjetër. Po kishte jetuar shumë gjatë, ishte në moshën 18 vjeçare, kishte shkuar dhe ishte vërtet formësimi i tij, ndoshta as vetë njerëz familjarët e tij nuk e dinin qushosh se kishte shkuar shumë herët në Itali. Por në fakt ai më krijoi një farë lloj sigurie për 6 vite. E çuditshme është që nuk heqi dorë, ajo është për të çuditur se unë nuk i kisha dhënë asnjë farë premtimi që kjo punë do të bërë, unë i kisha thënë kjo punë s'bëhet kurrë. A kishin ndërhyrje nga familjarët e tu duke i thënë, shiko, ky është shqiptar nga Shqipëria, ti je një vaj, ose do thosha një çik kosovare. A, më ta them kështu? Po. Vetë më mirë? Patjetër. Unë jam krenare që jam kosovare. Dhe si mund të lidhet një vajzë nga Kosova, shqiptar normale, me një djalë nga Myzeqeja, që pa u njohur fare, thjesht me një shikim parë apo një fjalë të thënë diku, dhe lini dashuria në mes. Realisht me thonë, fillimi nuk ishte shumë i pranueshëm, sepse ndoshta edhe kishin të drejtë. Atëherë unë babai nuk e kisha gjallë. Babai im kishte vdekur. I kisha vetëm këtë motrën. A u frenua Fatmira në moment që familja ndërhyri në këtë pjesë? U frenua dhe ne jemi pak konservative edhe në këtë pjesën, sepse duhet ishte edhe musliman. Kjo është e? Ishte shumë kërkesë. Si e kaloi Fatmira këtë? Musliman ishte Altini. Ishte musliman. Po si e kaluat? Duke thënë që ky është musliman dhe është pjesa jonë? Jo, unë kur ja shpjegova që unë i xhaxhai tim kur erdhi Altini, sepse te ne traditat janë kështu, dikush nga burra duhet mirët vesh për këtë pjesë, meqense babai nuk ishte, unë nuk kisha vlla. Ai pyetjen e parë që ja kishte bërë je musliman. Nëse si je musliman, kjo punë përfundon këtu.
Mbyllët këtu. Po. Mbas një dashurie. Nuk kishim na kështu diçka, sepse ne kemi finalizuar me njerë, atëherë kur kemi menduar se duhet ta vazhdojmë jetën bashkë, kemi finalizuar me njerë, nuk ishte që ishte një rrugtim dashurie kështu. Ne gjithë ati ishte në kuadër të bisedave që i bënim në telefone. Bisedat misore i bënë telefone, ashtu si për të dashuruar si gjithmonë. Por gjëja im... Pastaj martese që ju keni bërë me Altinin, sot keni 2 fëmijë. A mund ma thoni diçka për ata dhe mund t'ja thoni dhe emra se do ta edhe vetëm? Realisht me thonë, unë ata nuk i kam këtu, po nuk e di sa mund të... Froni dhe Fortesa është gëzimi më i madh i jetës time. E falenderoj Zotin që edhe pse pak në moshë të shtyr, më ka dhënë gjën më të bukur në jetë. Froni dhe Fortesa... Emra shumë të çuditshme. A mund ta shpjegoj si kanë lidhur këto 2 emra? Këto 2 emra kanë lidhur nga unë, në fakt. Altini këtu nuk më ka ndërhyr. Kur isha shtatzan në Fronin dhe Fortesën, unë sikur Fronin e kisha gjithmonë emën që më pëlqente. Por sikur e pash një ëndër që diçka më çonte nga kjo. Dhe në fakt Fronin dhe Fortesën e lidha me 2 sinonime. Froni mbreti, Fortesa qëndre kala. Kalaja ju mund të thënë. Dhe a kanë bëjë këto me lidhje të kalas të Shqipërisë, se Shqipëria ka shumë kala. Jo, në fakt... Apo e more shembull nga kalat në Kosovë? Jo, e mora nga Kosova, sepse një qytet i Kosovës mbas luftës e ka marrë emrin Fortesa për shkak të qëndresës që ka bërë gjatë luftës. Dhe kjo ishte arsyeja që ju vendosët emrat e fëmijëve. Dhe në ndërkohë kur Altini ka shkuar në komunë që ti regjistroj, tha çuditeshin nuk dinin Fron, nuk ka tha këtu Fron. Thash të lutem thash ja thuaj të gjitha shkronjat në mënyrë që dua që të jetë kuptim plot dhe të jetë ashtu që dëshiroj unë. Froni dhe Fortesa i kanë dhënë kuptim jetës sime. Për kaluar te pyetja tjetër, do të bëjmë një parapyetje si ndihesh tani me fëmijët dhe si e gjen kohën doktoresh Fatmira për qenë pjesë e familjes, pjesë e pacientëve, pjesë e bashkëshortit, pjesë e gatime ndoshta në shtëpi për atë kohë që mund të rish, si e gjen? Realisht me thonë është e vështirë, nuk është e lehtë, se është profesion shumë delikat, është profesion që thirresh natën, thirresh ditën, kohë pa kohë, nuk ka qenë e lehtë, por Froni dhe Fortesa më kanë dhënë kënaqësi në jetën time. Përkundër vështirësive, ata janë gjëja më e bukur e jetës time, edhe inshallah Zoti i më rri që t'i shoh të shkollohen dhe t'i shohen atë pjedestalin që dëshiroj unë. Kush merret më shumë me familjen? Altini po doktoresh Fatmira? Realisht me thonë, po mos më kishte ndihmuar bashkëshorti vështirë, do t'ja kisha dalë. Për shkak të angazhimeve të mëdha. Altini, ne përshëndesim për mbështetjen që jep familjes tamam tradicionale shqiptare dhe atë të familjes. Fëmijët e duan shumë. Altini i pastron, Altini i ushqen, nuk e ka problem që është burr dhe e falenderoj për këtë pjesë. Kalojmë te pjesa e ndjekim rrjedhën e emisionit për të qenë sa më konkret dhe sa më në fokus të gjitha bisedat që ne bëjmë. Kjo është një pyetje ndoshta kjo do të vi pak e çuditshme apo pak elegant për të na dhënë ti neve shprehjen tënde të mirë. Si e një lushnjën? Prej 8 vitesh jeni mjeke në këtë qytet. Si ju kam pritur ky qytet? Dhe cilat janë sfidat më të shpeshta që ju përballeni në këtë qytet, ndoshta jo shumë i madh, por jo qytet shumë i vogël. Nuk e di të them të drejtën, unë them që qytetarët e Lushnjës nuk është që më kanë pritur keq dhe i falenderoj për këtë pjesë, por ndoshta pjesa më e vështirë që kanë qenë kolegët e mi, sepse më kanë pranuar me shumë vështirësi. Këto probleme këto i kam pasën gjatë tërë kësaj periudhe dhe ka qenë 2 vjeçari i parë që i kam thënë dhe bashkëshortit dhe sot do të shkoj dhe më nuk do të shkoj. Ka qenë shumë e vështirë. Unë kam marrë këtu në një kohë të vështirë, nuk është që... Për 8 vitesh më zgaboj? Po, në një kohë të vështirë kur qyteti Lushnjës nuk ka pas kardiolog. Nuk është që unë kam konkuruar këtu që të visi mjeke, se nuk e kam ditur që Lushnja s'ka kardiolog. Isha në Itali, kur e morën bashkëshortin tim në telefon dhe thanë, ne kemi shumë nevojë për mjek, por kemi dëgjuar që bashkëshortja jote është kardiologe.
Unë se kisha menduar atëherë që do të vija këtu dhe se kisha ndërmend ndoshta të vija. Nuk do të vije se nuk doja të punoja në Shqipëri dhe pretendoj që të qëndroja në shtetin italian, apo thjesht nuk e njeh qytetin e Lushnjës dhe pretendoj të shkojë në kryeqytet. Si? Nuk e kisha këtë ndarje në kryeqytet ose në këtë pjesën tjetër. Për mua ishte pak e vështirë se unë punoja në qendër klinike universitare në Kosovë. Dhe të vish nga qendra klinike universitare në një qytet që ka është vogël, ndoshta ishte pak paradoksale, por nuk më bëri shumë përshtypje kjo pjesë. Më bëri përshtypje pjesa tjetër që kolegët e mi nuk më pritën fare mirë. E para njerëzit që kishin strukturë udhëhecëse, shefi patologjisë, shefi urgjencës, vazhdimisht më kërcënonin. Dhe vazhdimisht më thonin pse na ke ardhur, nuk po na duhesh. Në fakt mua më kishte kërkuar institucioni, nuk është që unë kisha bërë kërkesë të vija këtu. Dhe kjo ishte vështirësia më e madhe. Madje krijonin narrativa edhe te pacientët që ju duhet të shkoni te tjetri, se tjetri është më i mirë se kjo. Në fakt më kanë gjykuar, më kanë paragjykuar. Pse mendon doktorisha kam bërë këtë lloj gjesi? Nuk e di, është drejtuesit në këtë lloj institucioni. Drejtuesit është pak e çuditshme shpreha jote për drejtuesit që të ndajnë dhe pacientët midis mjekëve. Pacienti e zgjedh vetë mjekun. Nuk e kam bërë këta, bile ka qenë një periudhë që pacientët vinin dhe vetëm thonin, po fatmirësisht pacientët që kam pas mundësi të vinë te unë, nuk më kanë ndruar dhe për mua kjo është satisfaksion. Në fakt, qëndrimin tim në Lushnjë e kam bajt pacientët e Lushnjës. E patë të vështirë të shkëputesh nga Kosova për të ardhur për të jetuar këtu me Altinin? Ishte e vështirë, thash unë vija nga një vend tjetër dhe mënyra e protokolleve dhe ilaçet dhe gjitha ishin ndryshe. Dhe unë sikur sot erdha të nesër më futën në thirrje, me njëherë vazhdova punën këtu, për mua ishte krejt sistem tjetër, kërkush nuk pati konsiderat për mua, më thonë që t'i japi pak kohë, që kjo t'i mësoj rregullat tona, t'i mësoj madje edhe mënyrën e trajtimit këtu, sepse ilaçet që i kisha në Kosovë këtu nuk i kisha. Për mua ishte... A mos ka qenë kjo vallë, ajo ndërhyrja e këtyre drejtuesve apo mjek të ndryshëm që ndoshta në thonjza, nuk e bërë në thonjza që të vendosin ato shkopinën në rrota që doktoresh Fatmira mos ishte dikushi që na era Kosovë për na zënë vendin dikujt. Realisht mendoj që unë ajo pjesa që ka qenë më shumë ka qenë ajo pjesa pse unë nuk isha nga këtu, isha e Kosovës. Ajo shka është shumë shqetësuese është që ata bënin edhe dallime që mjekët tanë janë mjek më të mirë. Nuk mund ta vlerësosh ti një njeri ose një mjek në qoftë se nuk je adekuat për vlerësim, sepse vlerësimin për mua e jep vetëm profesori. Nuk mund ta jep një mjek që këtu është më pak se unë. E keqja ishte se të gjithë ishin në nivelin tim. Unë për dallim nga të gjithë mjekët e tjerë jam me 2 specializime që nuk e kanë asnjë nga këtë. Jam magjistër i shkencave mjekësore që nuk e kanë asnjë. Dhe të thuash që kjo din dhe kjo s'din, është paradoksale, sepse si e kompetent për ta vlerësuar një gjë të tillë. Unë do të pranoja gjithçka në qoftë se një profesor i universitetit do të thojë që ti si je. Ama të më thonë njerëzit jo kompetent. Ama më thosh me emra kush janë këta persona, ndoshta se ke problem, ose ke. Unë i përmenda pak më përpara kush janë ata. Jo, kush janë do të thosh emra. Me emra nuk kam dëshirë. Sepse të vesh gisht mbi plag do të thuash emrat e persona që ty të kanë penguar në punën tënde të përditshme dhe duke të vënë disfaksione të ndryshme në lidhje me pacientët. Për mua është pak e rëndë të thuash sot që shqiptarit, apo mjek në Kosovë, apo mjek në nuk do të ndajmë as mjekun nga Shqipëria, as mjekun nga Kosova. Mjekët është mjek dhe është në shërbim të qytetarit. Dhe askush nuk ka të drejtë që mjekun ta përcaktoj një drejtues apo një zyrtar. Mjeku, me sa dim ne, që jemi gazetar, e përcakton ai që i jep provimin, ai profesori i universitetit është kompetent për ta vlerësuar kush është. Më vjen keq nëse ty të ka ndodhur kjo, mua më ka ndodhur, unë thash shkak i qëndrimit tim këtu janë qytetarët e Lushnjës, sepse ata që kanë pas mundësi të vinë te unë, të më njohin personalisht,
e ka ndryshu mendimin. Atëherë ka ndryshu kanalizimin. Kurse për pjesën tjetër janë munduar në gjitha format, megjithatë unë kam qëndruar, fal karakterit tim të fortë, dhe sot nuk i falenderohem as kujt se kërkush nuk më ka suportuar. Me që se dolëm të kjo bisedë, nëse sot pas 8 viteve, do të thoni që ti do largohesh nga Lushnja për të shkuar diku tjetër, ta ndroje qytetin e Lushnjës me një qytet tjetër, apo po me Kosovën sot? Me Kosovën po. Me qytetet tjera ama jam mësuar me këtë. Si shikon mjekët shqiptarë? Realisht mjekët në qytetin e Lushnjës ju punoni keni çdo ditë. Unë mendoj që ju keni mjek të mirë. Mendoj për atë pjesën e Tiranës. Nuk përjashtoj mundësi që mjek të mirë ka edhe në vendet tjera, padyshim mendoj që sistemi i shkollimit në periudhën e Verit ka prodhu më shumë koka. Se sa sot? Se sa sot. Sot kur ndëgjoj që te ju specializojnë me një temë, për mua është absurde, sepse specializimi nuk është një temë, është provim. Të specializosh me një temë është absurditet. Kjo është një vërejtje e drejtë, si e mendoni këtë? Kjo është një vërejtje që si mund t'ja japësh titullin ti dikujt, për shembull endokrinolog, neurolog, oftalmolog, ose pimar shembull nuk po përgjithsoj nga kjo me një temë. Nuk mundesh. Kurse ata që i kam parë që kanë qenë periudhës e Verit, i kam parë që janë mjek, nuk po përjashtoj se dhe tash mund t'jenë mirë, nuk ka përgjithësi me kjo. Unë mendoj që keni mjek të mirë. Nuk është që s'keni mjek të mirë. Po pak si kur humanizmin nuk e kanë shumë të zhvilluar fare. Për balancën e mjekësisë, sepse ju vini nga një universitet i Kosovës i mjekësisë, dhe pikërisht në universitetet tona shqiptare ka dhe shumë student që kanë nga Kosova bëjnë studime në Shqipëri në fakultetet e mjekësisë. Dhe si shikoni ju këtë gjë? Është më mirë të studiosh në Kosovë, sipas jush, po më mirë të studiojnë këtu ata studentë që dalin mjek nesër në ta ardhmen? Realisht me thonë, tani ndoshta edhe mënyra e studimit pak ka ndryshuar në periudhën, sepse unë kam filluar me studiu në periudhën e luftës, në një periudhë shumë të vështirë. Në një periudhë ku nuk e dishim ku e kemi as kokën. Dhe jashtë objekteve ku nuk kishim as salla, ku nuk kishim as vende për të kryer praktikën, unë e mbaj ndërmend që në kohën kur kam mësuar anatomi, meqense ishme jashtë objekteve, kom prit një vjetë vetëm për me pasën një vend për me bo ekzaminime se nuk kishmi kofoma. Dhe falë veprimtarisë qytetarëve tanë të Kosovës që janë në mërgim, ata e kanë ndihmuar shumë, kanë sjell aparatura nga jashtë vetëm që ne të vazhdojmë. Ka qenë kohë shumë e vështirë. Tani mënyra e studimit tani është më e lehtë. është më e lehtë për arsye se ka ndryshu, jepet me kolofjume, jepet me teste, me këto, por Universiteti i Prishtinës ka qenë universitet shumë i vështirë. Nuk flas për Universitetin e Tiranës, se nuk e di se s'kam studiuar atë. Po normal, meqense ju keni studiuar në Kosovë dhe keni bërë një pjesë të madhe të kualifikimit tuaj në Itali. Kishin një mesazh fort për këta studentat e mjekësisë që dalin sot? Realisht me thonë, unë mjekësia është shumë sfiduese. Don karakter të fort. Përveç dijes, don edhe kohë, don edhe pasion, po don edhe guxim. Një profesor i jam i thoshte, mjeku është komplet kur e ka edhe dijen edhe guximin. Nëse njëra nga këto i mungon, nuk është komplet. Të kalojmë sa e rëndësishme është komunikimi juaj me kujdesin emocional të pacientës apo ndaj të tjerëve. Unë mendoj që komunikimi është shumë i rëndësishëm. Komunikimi i mirë, komunikimi i mirëfillt me pacientin, ta jep 70% të diagnozës, nëse ti din ti prekësh ato dimenzionet kryesore. Por nga njerë pacientët përveç kësaj pjese, ka nevojë që të shprehin edhe emocionalisht problemet të tyre. Atëherë do të dalim te kjo pjesë sa po folët. Ajo ka prekur veçanërisht në një pjesë emocionale në karrierën tuaj mjekësore, që ju vetë pavarësisht se jeni mjekë, keni pas pacientë të ndryshëm dhe
jeni prekur se keni arrit që të largoni nga pacienti, për shembull që krijoni atë largimin e stresit tuaj. Realisht me thonë ka pas shumë raste. Ka pas shumë raste të tilla. Rast që kanë humbur familjarët shumë të ri, rast që kanë pas probleme kështu evidente, por janë 2-3 raste që më kanë mbetë kështu në memorje që i kujtoj kështu. Ishte një rast, unë nuk kisha në thirrje, po ishte doktoresha tjetër dhe kaloi në urgjencë. Dhe mjeku i urgjencës thot doktoresh, tha, është një kosovar. Tha, është një çuniri. Tha, unë mendoj që edhe ai dhe ti ke dëshirë ta vizitosh edhe pse ti nuk e ke radhën. Shkoj e shikoj një djalë 26 vjeç, që vjen me një tension ekstremisht lartë, 230. Dhe mua më bëri shumë përshtypje si mund ta ketë këtë tension, cilat janë shkaqet, pse ka ardhur këtu. Edhe pi thon mjekut urgjencës, ja bëj lutem të gjitha analizat, ja bëj dhe enzimet kardiake. Po pse tha doktoresh, ky është i ri? Pse të bëjmë enzimat kardiake? Thash mi bëj, thash se nuk e di, kam thash dyshime edhe pse s'kishte ndryshime në EKG. I bëri enzimet e para dhe më mori në telefon, thotë që enzimet nuk janë të larta, analizat kanë dalë mirë, por ky don të shkon me patjetër. Ai ishte një çun i ri që ishte martuar me një gocë nga Divjaka dhe jetonte këtu. Unë i thash të qëndrosh ende këtu. Jo, tha se s'kam asgjë. Nuk e kuptonte peshën e problemit. Dhe duke njohur mentalitetin kosovar, ai iku në shtëpi, pa ma dhe një numër kontaktues telefoni, pa më konsultuar mua, nuk po rrin, tha doktoresh. Dhe unë si kur e pata një parandjen, thash, kosovarët janë, kur nuk janë shpinë e vetë, nuk thojnë që ne nuk jemi mirë. Thash, ky edhe pos që mirë, thash, ky nuk i tregon, thash, kërkujt. Dhe shikoja, ishte një grua jo shumë e kujdesshme ndaj situatës. Ndoshta edhe ishte pak se moshë e re, nuk e priste që mund të kishte diçka. E di çfarë kam bërë? E kom thirrë shefin e komisariatit policisë. Se dija vetëm emrin, nuk dija diçka tjetër. Thash, të lutem, ma bëjni nder. Thash, ky person me këtë emër, thash, ku mund ta ketë një adresë që mund ta kontaktojmë? Dhe dikun e falemderoj dhe sot, se e shpëtum. E marr unë e thirrin telefon edhe i thom, të lutem, çush e ka gjendjen ky? Se miku, thash, pa e përfunduar atë që doja ta bëja, se unë i rekomandova që të rrinte edhe më tepër. Tha, nuk e di si i lodhur, unë e dija se ai nuk do të thoshte që unë s'jam mirë, ndoshta ishte dhe dhëndër, nuk donte të... Po e një mentalitetin kosovar, nuk thojnë që jemi, se nuk ishte në shtëpi vetë. Thash, të lutem, ma sill dhe një herë, thash, në urgjencë. E kanë marrë, e kanë sjellë në urgjencë. Unë i dhash një kokër për t'ja zbritur tensionin. Dhe në fakt i kishte rënë tensioni. Dhe i thom doktorit, të lutem mjekut të urgjencës, më i bëj dhe një herë analizat. Sepse thash nuk e di, e kom një pandjenje që nuk është mirë. Dhe kur i kemi bërë analizat të dyta, dalin vlerat e larta të troponinës që tregon që zemra po vunte. Vi shumë shpejt e marrë edhe e dërgojnë Tiranë. E di çfarë më tha bashkëshortja e tij? Tha, pse tha qatë tablet që ja dha ajo e prurin këtë gjendje? Në vend që të falenderonte që unë e shpëtova atë. Po ajo shka ishte satisfaksion për mua është se unë e qova në Tiranë dhe ai bëri 2 herë koronare. Më nuk kam kontaktuar me të, por e shikoni ku shkon djenja e doktorit për te kornizave të asaj. Unë sikur e parandjeja që thash, po ky është dhe kosovar, ky do të thotë që doktoresha e Kosovës nuk e gjeta mënyrën dhe falenderoj Zotin që ai sot është mirë. Çfarë mendoni për rolin e gruas në mjekësi? Dhe a është sot më lehtë ta afirmosh si femër, si mjeke specialiste? Realisht unë me thonë, unë mendoj që sado që t'jetë mirë, prapë burrat dhe kanë prioritetin ndryshe, sepse njerëzit mendojnë që kur je burr të je jo më i fuqishëm, po je edhe më i Zotit.
ekzistojnë këto paragjykimet. Mirë po unë mendoj që nga njëherë ka femna që nuk ja falin as burrat. Ja më të forta. Sidomos ato që vinë nga Kosova, apo femrat shqiptare, si mendon këtë? Po mund të ketë edhe aty edhe këtu, të duon. Nuk e përjashtoj mundësinë, se mund të ketë... A është doktoresh Fatmira në këtë dy lloj variantës me sa po folur? Ku hyn doktoresha? Unë mendoj që po. Ku? Kurse vlerësimin e Ku japin... hyn doktoresha? Unë mendoj që për atë pjesën që unë kam shkolluar, jam përgatitur, jam fix në ato kanale. Aty ku duhet jem. Nuk përjashtoj se jemi njerëz. Ato kishin një mesazh tjetër për gratë të tjera, njëse do bën nesër ose gjimnazistët që kërkojnë të bëhen nesër mjeket, të kenë një forcë të fortë si studente dhe kur dalin nesër në jetë si mjeke. Unë mendoj që duhet të kenë motivim shumë të madh, duhet bëjnë shumë punë të madhe dhe duhen të jenë të përgatitur që jeta në mjekësi është e kufizuar. Është e kufizuar për arsye se nuk ke nevojë shumë, nuk ke mundësi shumë për familjen, nuk ke mundësi shumë për fëmijët, dhe unë edhe sot e kësaj dite kam peng që shumicën e kohës nuk jam me fëmijët e mi që t'ja ofroj atë dashuri që ndoshta ata e duan, e meritojnë. Ndoshta ti, doktoresha, është vërtet kjo që thoni që ju nuk kaloni kohën më shumë me familjen tuaj se me fëmijët, por jeni një doktoreshe e njohur dhe u respektojnë të gjithë ata pacientë që kanë nevojë për ju dhe ju i shërbeni njerëzve duke marrë falënderimin në çdo kohë. Realisht me thonë, roli i mjekut është ky. Roli i mjekut është të luftohet për jetën deri në minutat e fundit. Edhe atëherë ku kalon për të atyre që ne i themi shkencë. Sepse ju e dini edhe vetë ka momente që ne bëjmë të pamundurën, por nuk arrim dot. Natyra është më e fortë. Natyra është më e fortë. Por unë mendoj që mjeku me gjithë mundësitë e veta, me gjithë kapacitetet e tija deri në fund duhet luftoj për jetën. Dhe unë përpiqem ta bëj gjithmonë. E kishim një rast në urgjencë, ishte një pacient shumë i rënd, një pacient që kishte probleme me mushkëri, që erdhi në një gjendje të edemës pulmonare shumë të rënd, erdhën dhe reanimator dhe mjek të tjerë, reanimator në fakt, dhe të gjithë unë ju thash familjarëve që gjendja është shumë e rënd. Reanimatori tha, në shkruani këtu se ky po vdes e këtu, dhe ata u bën gati që ta marrin. Thash, shiko, e marrë djalin e vetë dhe i thonë. Thash, gjendja është shumë e rëndë. Nuk garantoj që ky mund të dalë nga kjo situatë. Thash, ka pak mundësi. Jepja dhe atë mundësi që e ka. Dhe kur ku marrë të nesërme në mëngjes, i kam dhënë mjekut urgjencës udhëzimet si bëj, asi pacientë rrinë të kom kryq dhe për mu kjo satisfakcion. Do thotë doktoresha gjithmonë në shërbim të qytetarit se sa më afër familjes. Me patjetër profesioni im është i lidhur me pacientin, me mjekun. Pacienti për mua është gjithçka. Unë dua të jem e afërt edhe emocionalisht edhe profesionalisht me pacientin, sepse dua të krijoj një mirëbesim te pacienti. Dhe unë mendoj që ata që kanë pasur rastin të jenë me mua kështu e kanë. Ndoshta madje edhe kur më marrin telefon pacientët, unë gjithmonë lajmërohem në telefon, dhe shumë prej pacientëve më thonë jeni i vetmi mjek që lajmëroheni në telefon. Sepse në momentin që ata marrin e kanë një hall, nuk më marrin për të folur me mua. Duke hequr bluzën e bardhë, duke hequr stetoskopin në qafë. Vetë doktoresha ku del me familjen, mbrëmje një xhiro në një lokal për një kafe, për një qetësi. Si falenderohet nga pacientë apo nga qytetarët që e njohin që kanë qenë pjesë e vizitave të juaja? Realisht me thonë, ndodh shumë rrugës më përshëndesin, i përshëndesin fëmijët e mi, ndodh shumë shpesh ju japin fëmijëve të mi çokoladë e këto. Ndodh lushnjarët janë zemërgjarë. Jo, janë njerëz të mirë dhe thash unë kam qëndruar këtu fal qytetarëve të Lushnjës, se po ti kisha këtu presione edhe nga qytetarët, atë unë s'do të arrija të qëndroja këtu. Unë jam mirënjohëse për qytetarët e Lushnjës. Dhe patjetër, padyshim edhe atëherë strukturat udhëheqëse që më pronon në atë periudhë, jam mirënjohëse edhe për ata, sepse më kanë suportuar për t'i konvertuar dokumentacionet, se nuk ishte aq e lehtë. Mjekët ndoshta e kam pasur në atë problemin tjetër që unë kam pas nevojë për suport më shumë, të më ofrojnë më shumë, sepse unë erdha te këta, nuk erdhën këta tek unë.
Kështu që mbështetjen është dashur më afrojnë ata. Sa kuptoj ju i kishit më mirë sot punën e keni me qytetarët dhe respektin që kanë qytetarët lushnjarë ndaj një mjeke kardiologe në Lushnjë, se sa me drejtuesit e dikurshëm apo pjesë e sotshme. Unë mendoj që për mua satisfaksion është të jem mirë me qytetarët dhe me pacientët. Nuk do të thotë që unë duhet t'i pëlqej të gjithëve, nuk do të thotë që unë duhet të jem e mirë për të gjithë, unë dua të jem koherent me nevojat e pacientit. Edhe gjithmonë e kom suportu institucionin edhe atëherë, kur s'kam pas mjek kardiolog, unë e kom bajtën krejt Lushnjën, me muaj të tërë e kam bajtur vetëm, tani janë mirë njohës e din qytetarë. Janë qytetarët ata që shprehin Për këta tjerë, kënaqësinë ndaj mjekës kardiologe, aq më shumë një mjeke ose një vajzë ose një çik kosovare jam e respektuar nga qytetarët e Lushnjës. Në na bëhet mjekja kardiologe që shumë qytetarë Lushnjës apo rrethinat kryen vizitat në poliklinikën e qytetit, por edhe në spital ku kanë problematikat e tyre të shëndetit. Ne jemi avash doktoresha duke dalë drejt fundit si emision. Do kalojmë tek pyetja e fundit dhe pastaj çfarë mesazhe keni ju për të rinj që duan të ndjekin rrugën e mjekësisë në këto kohë moderne dhe sfiduese? Realisht me thonë, mjekësia është e mirë. Ta ndihmosh dikën që të mbijetoj, thash në qoftë se është e mundur, është gjë e madhe. Në qoftë se me tërë kapacitetin ton ti angazhohesh për jetën e pacientit, është punë e jashtëzakonshme. Don edhe humanitet më shumë që mjekët e ju nuk e kanë. Don edhe A se kanë humanizmin mjekët? Valla shumë pak. Ai vite që ju punoni në Shqipëri, e keni nxjerrë të konkluzion që mjekët që janë nga Shqipëria nuk e kanë humanizmin? Mjeku përveç profesionist është duhet jetë dhe humanist. Sepse jo gjithmonë gjërat shkojnë ashtu siç duan dhe kërkesat e qytetarëve janë gjithmonë. A mund ta shpjegoni si e keni nxjerrë të konkluzion? Unë kisha dhe përvoja personale atëherë gjatë periudhës sa kam qëndruar edhe vetë kam qenë një periudhë vetë në spital, edhe kam parë që qëndrimi i mjekëve nuk ishte realisht unë i kisha thënë që jam mjek edhe ata silleshin sikur unë s'jam asgjë. Madje edhe në periudhën kur desha të bëhem operacion për t'i lindur fëmijët, mi shtynin gjërat, jo sot, jo nesër, jo madje krijonin edhe problemet pa qena, jo s'kemi kardiolog këtu, tash jo s'keni nevojë të bëni zhurmë për kardiolog, kur kardiologun e keni këtu. Keni prezent. Dhe këto dhe një sistem shumë jo i përqendruar, ndoshta është problemi edhe të kupola, mënyra se për shembull tash pacienti vjen me probleme kardiake dhe neve na shkaktohen probleme, merre mjekun, thirrën Tiranë, thirrën Fier apo don me marr pacientin ajo. Në qoftë se pacienti ka nevojë për të shkuar atje, pse ta marr unë ta thras mjekun që të krijoj atë rrugën, mua më pyet, ata nis pacientin apo jo. Unë jam me pacientin, nuk është ai atje. Unë e di gjendjen e pacientit. Është një ngersh midis institucional. Unë mendoj që është pak problematik edhe institucionale, keni që pak mi neglizhu senet, mi që krejt nga dal, po janë disa gjëra që s'presin. Se njeriu nuk pret jeta. Sidomos në kardiologji nuk presin. Mua më ndodhi tani shumë. Do të bëj edhe një pyetje tjetër, doktoresha, të kërkoj ndjes që të preva pak bisedën, do të bëj edhe një pyetje ndoshta të kishe domosdoshmë për ta thënë, nëse ishe e mundur, nëse s'është e mundur më lejto. A ndikon kjo te mjekët shqiptar, nëse një pacient vetë edhe mjeku gjithmonë është bërë si absurde për ta thënë që më thonë se do ta them, është diçka që dëgohet për ditë nga qytetarët, dëgohet shpeshherë dhe ja kapën mjekë dhe në emisione investigative dhe të gjitha. A mos është pjesa e pagesës në xhepa që mjeku të shërben më shumë apo thjesht mjeku ishte fjala jote human më shumë se sa? Jo, unë nuk mendoj për këtë pjesën tjetër sepse nuk ma merr mendja tjetër, ndoshta ky faktor, po ajo pjesa e të bërit të vështirë sikur e kanë. I bëjnë gjërat pak të vështira. Po pse i bëjnë? Nuk e di pse, është më mirë. Ju jeni mjeke, unë jam mjeke, po brumësimi im është krijuar dikun tjetër. Dhe unë s'mund të flas për këtë pjesë. Më mirë do të flasin ata.
ata që janë pjesë e mjekësisë në qytet, o gjithë mjekësia jonë E keni pak sistemin e vështirë, thashën, nuk janë gjëra të kalkuluara të gjitha mirë, nuk është një sistem i organizimit që thot ti do fillosh këtu, do përfundosh këtu. Pse për shembull kur pacienti ka infarkt, unë ta thirri ata në Tiranë dhe ti thom ata bi apo mos ta bi. Je ti mjekë që do ta përcaktosh, do ta. Po jo unë aty. Po pse duhet të ishte kjo? Pse tash unë të krijoj pak kënaqësi edhe te qytetari edhe te familjarit, thotë po kjo s'po më qon. Kurse unë varna nga ky sistemi që duhet ta pyes atë. Kjo është çeti mjekë, kardiolog, do të mjeku kardiolog diku. Kjo është burokraci shumë për mua e pa akceptueshme. Ne kemi funksionu në Kosovë, se unë kom punu në QSUT, edhe kemi funksionu mjeku nga Gjilani, nga Peja, nuk na pyet të neve në telefon ata bi pacientit. E nisë direkt e pacient. E nisë direkt, po ke. Në qoftë se ti mendon që ky s'duhet ri, ma shkruaj që nuk duhet ri, por nuk ka pyetje. Këtu duhet ta pyesësh atë, duhet ta pyesësh shefin e urgjencës, duhet ta pyesësh këtë, duhet ta pyesësh. Burokracia me fjalë. Nuk e kuptoj pse kaq shumë është e komplikuar kjo punë. Për mua është dhe kjo për mua është pengesë shumë në zhvillimin e profesionit. Dal nga dal thash emisionit tonë erdhi fundi. A keni ndonjë mesazh apo në diçka që doktoreshës duhet ta ndaj me vetë shikuesit e emisionit Personazhe në Fokus? Unë thash gjithë ata që kanë dëshirë pasion ta marrin mjekësinë, është mirë ta studiojnë mjekësinë sepse edhe Shqipëria ka shumë nevojë për mjek, e shikoj që ka mungesa shumë të mëdha. Madje teknologjia po shkon aq larg sa që e pash që në Japoni kishin në Kinë në fakt kishin krijuar një repart ku 200 mjek ishin robot. A mendon se do vini ditë kjo në Shqipëri? Po nuk e di, nëse vazhdon kështu. Dhe për mua, unë mendoj se sikur dora e njerëzit, edhe pse ato janë të programuar, atë gjitha nuk dyshoj që ata mund të bëjnë diçka, por mjekësia është dëshirë, mjekësia është pasion, mjekësinë duhet ta duash, nuk duhet bëhesh mjek për shkak të babait, për shkak të nënës, për shkak të familjes, për shkak të rrethanave. Unë u bëra mjekë se e kam dashur vetë mjekësinë. A më valë më ndikon me vërtet kjo që prindërit gjithë i shtyn fëmijët që duhet të mësosh shumë që ti të bësh mjekë? Realisht unë po flas për Kosovën, të gjithë mjekët i çonin fëmijët në fakultetin e mjekësisë, se dëshironin që ta trashëgonin këtë. Po jo të gjithë ishin të mirë si baballar. Nuk mund të ndronin si baballar? Jo. Po pse vinte kjo? Po vinte nga dëshira e... Kishte prirje? Po nuk kishte se edhe prindi unë, unë nuk gënjej, edhe unë kam dëshirë që njëri nga fëmijët e mi të bëhet mjek, por në qoftë se fëmija im ka një pasion krejt tjetër, unë pajtohem me atë, le të shkon aty ku është më i miri. Aty ku dihet më mirë. Mendoj që aty do ta jap kontributin e vet shumë më mirë se sa në mjekësi. Se mjekësia, përveç që është të mësuar, përveç duhet jetë edhe pasion. Doktoresha, të falenderoj për këtë qitërsi në këtë komunikim drejt për drejt, ashtu si vetë doktoresh Fatmira tha që unë jam e burnesh me fol, ashtu si ne flasim ne kosovarët, por duke jetuar sot në Myzëqe, të falenderoj që ishe pjesë e emisionit të kësaj të shtune në emisionin Personazhe në Fokus. Ju keni diçka për të falenderuar? Në fakt thash unë kam një falënderim të madh për qytetarët e Lushnjës, për gjithë ata që më kanë njohur, ata që më kanë ofruar, ata që e kanë vlerësuar punën time, dhe thash jam këtu fal qytetarëve. Doktoresha, të falenderoj. Miq e mi, edhe kësaj të shtune emisionit erdhi fundi. Nga qyteti i Lushnjës dhe me doktoresh Fatmira Rexhepin i japim fund edhe për këtë shtunë emisionit Personazhe në Fokus, për të takuar me një personazh javën e ardhshme. Mirupafshim.